Bullizmi, një fenomen shqetësues që po përhapet me shpejtësi dhe prek gjithnjë e më shumë moshat e reja në shoqërinë tonë. Ky problem ka marrë dimensione të frikshme, duke lënë pasoja të rënda në jetën psikologjike dhe sociale të individëve. Por çfarë është bullizmi në vetvete? Në vitet e fundit në Shqipëri ka zënë vend në fjalor një term i përshtatur nga anglishtja që në vetvete nënkupton qëndrimet fyese, përbuzëse, shpërfillëse, vënie në lojë, tallëse të njerëzve ndaj njëri tjetrit. Për shkak se ka zënë shumë vend, kryesisht në moshat e fillimit të adoleshencës, adoleshentëve në veçanti, ne ja kemi veshur këtë term kryesisht kësaj grup moshe dhe kryesisht periudhës shkollore, si vendodhje edhe si vendodhe një herazi, sepse është përkon pikërisht me moshën që ata janë në vitet e shkollës. Çfarë nënkupton në vetvete është dhunë. Pra, dhunë e shprehur verbalisht, me fjalë, dhunë e shprehur dhe me gjuhë jo verbale, përmes gjesteve, tonit të zërit, vështrimeve, përmes sjelljes, vënies në lojë, talljes, sulmeve shpotitëse, vendosjes së nofkave, fyese. Në vitet e fundit ka zënë vend një herazi edhe dhuna në mjedisin virtual ose e njohur ndryshe si cyberbulizmi, sërish një term i përshtatur nga anglishtja, që përsëri ka në vetvete dhunën në mjedisin virtual kaq shumë i populluar sot dhe ku kaq shumë kalohet kohë nga ana e adoleshentëve. Në fakt ne presim referimet. Referuesit tanë, kryesor janë nxënësit, janë prindit, janë mësuesit në institucione, mund të jetë psikologu dhe kushdo tjetër që mund të referojë. Faktikisht po hasim probleme sepse kemi të bëjmë me një gjenerat Z, me një gjenerat të re, në të cilën koha më shumë të kalon në rrjetet sociale. Dhe ndodhë që kemi një bullizëm social, një bullizëm fizik, i cili më pas kalon në rrjetet sociale në media. Është shumë i rëndësishme referimi, por gjithashtu duhet të përmendim dhe parimin ruajtja më lartë e interesit të fëmijës. Ruajtje e provave, e fakteve dhe verifikimi i situatave dhe më pas referimi në platforma i sigur.al, AKSK dhe në Departamentin e Kibernetikës për Policinë e Shtetit. Linja kombëtare e Këshillimit për Fëmijë, numri 6 shifror 116-111, është një numër pa pagesë që është 24 orë në 24 në 7 ditë të javës. Dhe kjo është për të gjithë fëmijët, për çfarë do lloj problematike që ka jo vetëm online, por në jetën e përditshme. Dhe këtu flasim për dhunën, për mosmarrveshjet, për problemet në familje, në shkollë, për problematikat online, pra për çfarë do lloj problematike që fëmijët kanë. Dhe jo më kot është një shërbim që është 24 orë në 24, sepse vjen më afër fëmijëve kurdo që ata të kenë një problematik në momentin e duhur. Ne jemi aty për ta. Platforma kombëtare për internet e sigurt, i sigurt.al, është një platformë në fakt që raportohet çfarë do lloj incidenti apo problematike që gjendet online. Është shumë e thjeshtë metoda dhe është shumë e gjendshme. Duke hyrë direkte në faqen e webit, në Google, dhe duke klikuar i sigurt.al, menjëherë del rubrika raporto. Është një rubrikë madje me ngjyrë të kuq që thot raporto. Dhe aty raportohet çfarë do lloj incidenti apo problematike, duke nisur që nga bullizmi, që nga gjuha e urrejtjes, që nga përndjekjet, kërcënimet, shantazhet, materiale me përmbajtje të papërshtatshme, materiale me përmbajtje të dhunës seksuale dhe çfarë do lloj forme të dhunës të gjendur online. Zgjidhja është konkrete dhe imediate dhe për ne realisht kaq mjafton për ne si platformë. Pra në momentin që ofrojmë atë qetësinë emocionale të çdo fëmijë apo të çdo të rrituri që ka patur gjatë asaj kohës kur ka pasur një problematik në internet, në momentin që kjo faqe mbyllet dhe atyre ju kthehet qetësia emocionale, për neve do të thotë që ne ja kemi dalë që të bëjmë një fëmijë apo një të rritur të buzëqesh sërish dhe të ndihet sërish i qetë. Ku lindi bullizmi si fenomen dhe çfarë thot shkrimi i shenjtë në lidhje me dashurinë ndaj tjetrit? Kisha shenjë
e shikon padyshim me shqetësim këtë fenomen. Është një fenomen i cili për së vërtetës ka prekur shtresat e popullsisë, por një fenomen i cili shfaqet në forma të ndryshme tek të gjitha moshat. Padyshim që në shkrimin e shenjtë ky term i bullizmit që ne e njohim sot nuk është një term i njohur në atë kohë kur është shkruar shkrimi i shenjtë, sepse flasim para 2000 vitesh, flasim për dhjetën e re dhe para shumë vitesh se të shkruhet e dhjeta e vjetër. Por që ky fenomen bie në sy, pra dhe kuptohet atë dhe çfarë do të thotë edhe termi. Madje më kujtohet historia e Abelit, kur vllai vet, si të thuash, pra nëse do flasim për kohën e sotme, Kaini ishte ai që e bullizonte vllain e tij Abelin, për shkak se ne dimë që veprimet e Abelit ishin më të sinqerta dhe më të drejta në sytë e Zotit. Më kujtohet gjithashtu historia e famshme e Jakovit dhe Esaut. Jakovi ishte ai që ja mori parbirnin përmes mençurisë së tij vllait më të madh Esaut. Por historia na tregon në shkrimin e shenjtë që Esau mërzit kaq shumë sa donte ta vriste vllain e vet, pra dhe u detyrua Jakovi të largohej për disa kohë, derisa të zbutej dhe zëmërimi i vllait të tij. Po historia më e famshme them unë në shkrimin e shenjtë që portretizon edhe këtë fenomen apo këtë term që ne e përdorim sot në psikologji, në fusha të tjera të shkencës, pikërisht është rasti i Jozefit të drejtë apo Josifit. Të kujtojmë që ishte i biri i Jakovit, edhe ne dimë që Jakovi pati shumë djem, ndërta dhe Josifin, një nga fëmijët që ai e donte më shumë. Mirë, po kjo bëri që vëllezërit e vet nga xhelozia, për shkak se babai i donte më tepër Josifin, e bullizonin atë, dhe madje arritën deri aty sa edhe tentuan ta vrasin. Por për shkak të njërit prej vëllezërve që ishte Juda, nuk lejoi që ta vrisin vllain, por ai sugjeroi diçka tjetër, duke u thënë që ta merrnin Josifin, ta hidhin në një grop. Pastaj thanë më mirë që t'ja ushesim atyre karvaneve që vinin te Egjiptit. Këto fenomene për krishtërimin ishin të papranueshme dhe janë të papranueshme. Dhe nëpërmjet Zotit Isu Krisht ne kuptuam se sa të rëndësishëm jemi në sytë e Perëndisë. Që çdo njeri që vjen në këtë botë nuk është thjesht fruti i një rastësie apo i një dëshire të thjesht njerëzore. Çdo njeri, pavarësisht racës, pavarësisht kulturës, pavarësisht gjuhës, pavarësisht pozicionit gjeografik ku ai jeton, është në sytë e Zotit është i barabartë me të tjerët. Perëndia është dashuri. Do të flisja për dashuri. E do të thosha që përpiquni që të kultivoni dashurinë në zemrën tuaj. Duaj Perëndin me gjithë zemrën tënde, me gjithë fuqinë tënde, me gjithë shpirtin tënd, dhe tjetra duaj të afërmin tënd si veten tënde. Deri tani folëm për viktimat e bullizmit, por cilat janë shkaqet që çojnë një individ të bullizojë një person tjetër që e sheh atë më të dobët se sa vetveten. Gjithmonë mendojmë viktimën dhe më pak mendojmë atë që e ushtron dhunën, bullizmin, ai që bullizon të tjerët. Ç'është e vërteta, edhe pas atij që ushtron dhunë, ka një situatë që duhet të trajtohet dhe që meriton shumë vëmendje, sepse ka një pse për çdo situatë dhe çdo pasojë e ka një shkak. Pra nëse ky djalë apo kjo vajzë, edhe kryesisht djemt janë më të shprehur, por dhe nuk mungojnë as vajza sigurisht, është i dhunshëm dhe merr kënaqësi duke dhunuar shokët, shoqet e veta, zakonisht kjo nënkupton që dhe tek ai ka një problem, ka një situatë. Ose vjen si rezultati një çrregullimi të personalitetit, çrregullime kompulsive ose obsesive, mund të jetë çrregullime të natyrave të ndryshme, të lidhura pra me çrregullimet e shëndetit mendor në vetvete. Ose mund të vijë si rezultat i një modeli të vazhdueshëm ku është rritur dhe edukuar dhe që e legjitimon dhunën, pra si rrugën e vetme për të komunikuar me të tjerët, apo si një rrugë legjitime për të ushtruar, sepse nuk ka kurfar dëmi ose nuk ka asgjë të keqe.
por mund të ndodhë natyrisht edhe si rezultat i një revolte të brendshme që kanë, sepse ndjehen të pakuptuar, ndjehen të pambështetur, ndjehen se janë të refuzuar nga të tjerët, dhe kjo gradualisht e rrit brenda tyre zemërimin dhe e shfaqin ato duke dhunuar ata që janë më të urtë, si shtemi ne, ose më të edukuar, më të vetë përmbajtur, më në punën e tyre, dhe që ndonjëherë bëhen tabela më e thjeshtë e targetimit dhe prandaj meritojnë, domethënë, të njëjtën vëmendje si ata që ushtrojnë dhunën, ashtu dhe ata që janë objekt i saj, po natyrisht pasojat më serioze i përjetojnë viktimat, nuk diskutohet. Mund të ndodhë që pas rrjeteve sociale të kemi të bëjmë me një person të rrjedikshmërisë së lartë. Dhe këtu do të vijojmë pak tek rasti në cilën na u referua nga një gazetare dhe për të cilën ne e menaxhuam, bëhet fjalë për denigrim, për shantazh, për kërcenim jetet me video të papërshtatshme dhe personi që i kishte këto video nuk ndodhej në territorin e Republikës së Shqipërisë, por ndodhej në një shtet tjetër në Londër. Kemi menaxhuar rastin, është referuar në policinë e shtetit dhe është referuar gjithashtu edhe në departamentin e policisë së Londrës. Dhe dua ta falenderoj shumë, sepse kur të gjitha instancat, qoftë media, policia bashkëpunohen me njëri tjetrin, bëhet një punë shumë e mirë. Një rast i dytë për të cilën duhet i kushtohet vëmendje është përdorimi i inteligjencës artificiale. Duhet merrem parasysh që efektet disavantazhe që ka. Qarkullonte një video në internet, kryesisht në rrjetet sociale në TikTok, dhe ishte një video e montuar në zë, sikur kishte ndodhur në një nga shkollat tona, ku flas në rang republike gjithmonë, dhe bëhej fjalë për veprime dhe themin të dy minorendve në një tualet të shkollës, dhe pasi kemi menaxhuar punën me media, me departamentin e përgjithshëm të policisë së shtetit, së bashku me autoritetin kombëtar për sigurinë publike, video ishte një video montazh e marrë që kishte ndodhur në një shkollë tjetër jashtë kufive të Republikës së Shqipërisë, për të nditur frikë tek prindërit, për të nditur pasiguri për sa i përket menaxhimit të sigurisë publike në shkolla. A janë të rinjt, të gatshëm, të flasin me psikologët apo me të afërmit e tyre për problemet moshore? A kanë besim mjaftueshëm ata tek më të rriturit? Shpeshherë ne duhet jemi edhe dëgjues ndaj fëmijëve. E tiptova që fëmijët janë një gjenerate Z, që do të thotë që jo shpesh herë ata janë, le të themi, fëmijë të cilët kërkojnë të mbajnë përgjegjësi më shumë se sa mund t'i tregojnë prindit të tyre. E ndiejnë veten ndonjëherë të aftë për të menaxhuar situata që dhe nuk tregojnë as shenjat e bullizmit, as shenjat ku mund të ndodhë një konfrontim fizik. Ne duhet jemi afër të fëmijëve. Dhe ajo çfarë duhet të thithoj që nëse fëmijët nuk na tregojnë, ne duhet të shkojmë te fëmijët. Duhet të shkojmë te fëmijët në mënyrë për t'i bërë fëmijët të jenë agjentë të sigurisë së tyre kibernetike, ku ata të dinë ku të referojnë në mënyrë të shpejtë dhe për më tepër të kemë besim se çdo gjë që ata referojnë mbetet konfidenciale dhe natyrisht që gjeni zgjidhje. Të gjithë ne mund të kontribuojmë në luftën kundër bullizmit dhe të krijojmë një botë më të drejtë dhe më të dashur. Ndërsa ky, që do të ndiqni tani, është një mesazh për ju. Këshilla më e mirë është të dëgjojnë prindin, të dëgjojnë mësuesen, të duan shokun, të duan shoqen, të jenë vazhdimisht të dashur, sepse si që janë ata sot, kështu është shoqëria jonë nesër. Në qoftë se ne nuk themi të rrënjit që është feja, e tek besimi, tek frika e Zotit, shiko, ne të gjithë do të ishim lukuni njerëzish. Gjithë do të ishim me gërsira. Shfeja që e zbut njeriu, asnjë tjetër nuk e zbutot. Njeriu i brendshëm, njeriu mishor, është një shtas. Është i pakontrolluar. Por duhet vënë fre, dhe feja është besimi, është ai që na vën fre. E ne fillojmë edhe kthjellohemi dhe kuptojmë që nuk dalim nga gjendja jonë e dehur. Dhe fillojmë të kuptojmë, mendojmë ndryshe jetën. Jeta është kaq e bukur. Ne punojmë dhe luftojmë fort që të kemi një bashkëpunim sa më të fort institucional, kombëtar dhe ndërkombëtar, në mënyrë që incidentet të vinë sa më shpejt, fëmijët të informohen sa më shumë, por dhe zgjidhja të jetë edhe më e shpejtë. Kështu që një mesazh i ndërthjellët është që ju nuk jeni vetëm, për të gjitha vajzat edhe të gjitha gratë e Republikës së Shqipërisë.